Jemi duke kryer riparimet e kanaleve të dëmtuara gjatë ndërtimit të ujësjesit të fshatit Bardhaj. Shpresojmë me hapjen e kohës dhe brenda kësaj jave të mbyllim gjithë dëmtimet që janë kryer nga ana e kompanisë gjatë ndërtimit të ujësjesit, do kthehen sa më parë në gjendjen e mëparshme, të asfaltuara dhe pa hapur probleme me qarkullimin e mjeteve. Falenderojmë banorët e fshatit Bardhaj për mirëkuptimin dhe për bashkëpunimin që kanë pasur me kompaninë. Ky investim është shumë i rëndësishëm për fshatet Bardhaj Bleran të Bashkisë Shkodër, pasi është një zonë që s'ka patur ujë dhe me ndërtimin e kësaj, kjo zonë do ketë ujë 24 orë me presion normal. Para nisjes projektit nuk ka pasur fare rrjet ujësjesi për furnizimin me ujë. Projekti përbëhet nga 3 puse shpimi, 2 që janë punë në mënyrë të vazhdueshme dhe 1 pusë rezervë në raste emergjente ose kur bien përuret në 2 puset kryesore. Uji puse është i sigurt pasi është mbështetur në studimin hidrologjik të bërë, janë bërë analizat laboratorike ku ka dalë i pastër pa asnjë lloj problemi. Ky ujësjes furnizon gjithë zonën, fshatin Bardhaj, fshatin Bleran, edhe lagjen Varreza. Në gjithë pikat fundore furnizohen me ujë. Sasia e ujit sigurohet nga 3 puset është mbi 16 litra në sekond, e cila është më se mjaftueshme për popullsinë prej 5000 banorësh.